Prindrit e mi kanë tentuar të më Egli befason në deklaratën e saj, ja çfarë i kanë thënë ata për Gjestit. Në një bisedë me Gjestin në lavenderi, Egli ka shprehur atij se prindrit e saj nuk e urrejnë atë. E gjithë biseda erdhi pas një momenti argëtues midis Eglit dhe Gjestit me njëri tjetrin, ku Gjesti nuk po e lejonte Eglin të futej në dhomë, duke i kërkuar që t'i dhuronte një puthje. Teksa Gjesti vazhdoi me këmbgulje, e madje shpeshherë kaloi edhe linjën e kuqe duke i thënë: puthëm, kam 6 muaj që s'kam bërë marrëdhënie, ndërsa Egli reagoi ashpër: o idiot, nuk është përgjegjësia ime, dil jashtë bëj seks, je në rrezikshme, duhet mua, shkoj ike puthu me vaskën. I ka thënë ajo, megjithatë situata ka qenë për të qeshur, teksa dyshja pasi janë futur në dhomë, kanë vazhduar edhe një bisedë të sinqertë me njëri tjetrin. Gjesti ka pyetur nëse prindrit e Eglit me të vërtetë e urrejnë atë, teksa Egli është shprehur tepër sinqerisht, duke i thënë se prindrit e mi nuk e urrejnë atë, teksa tha: absolutisht jo, janë njerëz shumë të butë dhe nuk janë njerëz që thonë mos guxo se ne ta mbyllim derën. Ato thonë që të shkosh t'i lejosh dikë, unë nuk do e lejoj kurrë, më ka thënë babai im. Kanë tentuar që unë të mos vija këtu ditë e natë, mua nuk më linte gjëja ime se si hyre dole shkatruar. Ata u lutën natë ditë që unë të ikja prej kosh nga këtu, nuk flinin gjumë natën, miraku i tyre kam qenë unë. U shpreh Egli për momentin e vështirë që i ka gjetur pas së daljes. Ajo tha se është lumturuar shumë pasi ka qëndruar disa ditë me ta, e pasi u qetësua dhe po rifutej, u ka premtuar se do të shohej Eglin e javëve të para, i tregoi Gjestit.